Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të analizuar një ngjarje që ka shkaktuar dinamika të mëdha dhe ka shkaktuar jashtëzakonisht stres tek Mateo. Pas një nate shumë të bukur, pas një nate pozitive, pas një nate premtuese për Mateon, gjithçka përfundoi në një dramë të vërtet. Mateo sonte tentonte jashtëzakonisht shumë që ta rëmben puthjen nga Brikena. Brikena i qëndronte afër, kujdeseshte për të, i maste temperaturën, e provokonte me veshjen që kishte veshur, do me thënë gjysëm gjoksi jashtë, i pëlqente përqafimi Mateos, e shionte dhe ajo përqafimin, e shionte Mateo përqafimin, ledhatonin kokën e njëri tjetrit dhe Mateo u bind pas gjithë këtyre ditëve pas gjithë këtyre javëve, që Brikena është dakord që të jep puthjen e saj të parë, por i vjen turp, i vjen zor dhe Mateo në një farë mënyre dëshironte që ta rëmben këtë puthjen. Tani ju do më thoni mua Tiron nuk tolerohet kjo gjë, Mateo është dhunues. Jo, Mateo nuk është dhunues. Puthjet e para gjithmonë rëmbehen, do me thënë djali duhet të jetë i guximshëm t'ja rëmben femrës që don puthjen, por këtu ka një problem serios. Tani pas gjithë momentit të bukur që ndodhi, do me thënë përqafime në dhomën e gjumit, përqafime në dhomën e ndenjës, përqafime në verand, një afërsi jashtëzakonisht e madhe, Brikena në momentin e fundit ndryshoi mendim, sikur do me thënë erdhi një shpirt brenda saj dhe e ndryshoi krejtësisht atë se çfarë ndjen Brikena dhe sinqerisht mua më ka lënë të dyshoj që Brikena mund të jetë në një bashkëpunim me produksionin për të luajtur këtë lojën me Mateon. Mateo është shumë i mërzitur, po e vuan shumë sepse në fund të ditës nuk i bëri asnjë gjë. Mateo nuk shkoi që të dhunon një femër, apo që të vrapon një femër që ai as nuk ka njohje, as nuk ka ndjenja, as një gjë, por thjesht do me thënë shkoi të puth një femër që ai e do me zemër, që ai e do me shpirt. Dhe Brikena, në sytë të gjithë banorëve të tjerë, lëre që u jep njëherë material që ato ta komentojnë dhe ta degradojnë Mateon më së shumti, por edhe bën skena duke qarë, duke u përlotur, si kur Mateo do me thënë i ka bërë kësaj përdhunimin më të çmendur. Tani më unë nuk dua të flas si gazetar, por dua të flas si një shikues. Mateo vazhdon akoma do me thënë duke u stresuar edhe pse është i smurësh me temperaturë, me viros, do me thënë duke i shkruajtur në faculeta mesazhe që të dua, je bukur, më fal, e gjëra të këtilla. Por Brikena është mbyllur atje në dhomën e rrëfimit edhe e dramatizon të gjithë gjën, që normalisht në momentin që do del do t'u jep të gjithë material sikur Mateo është dhunues. Tani, ku qëndron faji? Faji me patjetër që qëndron te Brikena. Okej Brikena, nëse ti nuk dëshiron që Mateo të puthën, se Mateo nuk është shoku jotë, është njeriu që ka ndërtuar ndjenja. Unë e pash edhe e kam komentuar dhe më herët. Mateo ishte sonte i zjarrt kur ndëdrej sajt. Do me thënë Mateo Brikenën e don me gjithë shpirt, është dashuruar kokë dhe këmbë tek ajo. Ndërsa tek Brikena kam pak dyshime, por nëse ti si Briken nuk dëshiron që Mateo të puth dhe të japësh puthjen e parë në buzë, atëherë pse ti Mateon e provokon? Pse i qëndron afër? Pse e përqafon? Pse ja ofron gjoksin në fytyrë, më fal për shprehjen që përdor? Nëse ti nuk dëshiron që ai të shkon përtej saj, unë mendoj që ti nëse nuk dëshiron, ti do mbash një lloj qëndrimi. Dhe do largohesh nga ideal edhe i thua, më fal, këtu as nuk dua të përqafohemi, as nuk dua të ledhatohemi, unë këtu jam në Big Brother, do mbaroj lojën dhe kur të dalim jashtë shtëpisë, atëherë do shohim se çfarë të bëjmë. A ta vazhdojmë këtë lidhje, a të ta jap puthjen, të më përqafosh, të më ledhatosh, apo ti mua të më afrohesh, të më përqafosh dhe unë të largohem prej teje të nxjerr ty sikur ti je një njeri dhunues, sikur ti je një djalë që i ka femrat me zor, sikur ti je një djalë që mua po më bezdis dhe më detyron ta bëj me zor këtë gjë që unë nuk e dua. Mendoj që Mateo është shumë gabim që po jep fokusin Brikenës në këtë pikë, sepse ja bëri një herë
ja bëri për të dytën herë, të tretën herë dhe Mateo përsëri nuk bindet, do të thënë që po del jashtëzakonisht keq. Tani, në veprimet e natës së sonte, a do duaj një zarf të zi? Me patjetër që po. Sepse ajo tjetra, do të thënë Brikena në këtë rast, ka shprehur një lloj ndjesie shumë të keqe. Më thënë ka shprehur një zemërim shumë të madh, është mërzitur, është tensionuar, do të thënë ajo në dhomën e rrëfimit thotë që po e bën një gjë me zor që nuk e ndjen. Brikena në këtë rast. Dhe normalisht që Mateo tash i meriton një zarf të zi dhe të ndëshkohet për veprimet që bën. Unë mendoj që Brikena thot kam pëlqim, në disa momente e ka qef që të merr vëmendjen e Mateos, e ka qef përqafimin e Mateos, e ka qef ngrohtësinë e Mateos, do me thënë e çon Mateo në stazat më të larta, edhe pastaj i bën këto dramat edhe largohet. Dhe mua më futën në dyshim që të mendoj se Brikena mund të jetë në bashkëpunim me produksionin dhe të gjitha këtë gjërat i bëjmë vetëm për klikime në interes të produksionit. Se nuk mundet, nuk ka shanse një femër të jetë kaq e luhatshme. Tani thot unë kam pëlqim. Çdo të thot për ty pëlqimi. Për ty pëlqimi do të thot të rish tër ditën me atë të pish cigare dhe të bësh muhabet. Për ty pëlqimi do të thot ta provokosh ti atë deri në maksimum, edhe më në fund mos e tolerosh të puthen si mashkulli kundërdrejt një femre që e do. Për ty pëlqimi do të thot që ai të kujdeset për të gjitha gjërat e tua dhe ti thjesht do me thënë t'ja shpërblesh atij me një buzëqeshje, me një provokim edhe më në fund ta injorosh. Mendoj që Mateo duhet të vetëdijsohet edhe duhet të bisedon me veten e tij dhe duhet të respekton më shumë dinjitetin e tij. Se fundja fundit, unë mendoj në këtë marrëdhënie, Mateo po shkelën krejt dinjitetin vetëm e vetëm të merr vëmendjen dhe fokusin e Brikenës. Po tani Brikena, edhe sikur nga Florieri po t'ishte, do kishte thyer ca gjëra dhe do e kishte zyrtarizuar këtë ndjesinë e saj. Se ajo thot unë kam pëlqim, unë e ndjej Mateon, mërzitet kur Mateo nuk i flet, ndërsa në anën tjetër do me thënë gjën e len këtu dhe thot unë dua ta vazhdoj jashtë. Atëherë kur dëshiron ti ta vazhdosh jashtë këtë gjën, mos i jep këtij djalit brenda ndjesi, sepse ai po del shumë keq, edhe tek banorët, edhe tek publiku, dhe më pas ai do me thënë bëhet për të vrarë veten. Nuk më duket e drejtë veprimi i Brikenës, në asnjë mënyrë nuk më duket e drejtë, në qoftë se mbri një zarf i zi për Mateon, do t'jetë një zarf sipas rregullores, sepse ka 3 orë që Brikena është mbyll në dhomën e rrëfimit dhe s'po del fare, do me thënë e ka bërë dram gjën atje. Unë mendoj që Mateo duhet të vejë një vit të kuqe, duhet të distancohet krejtësisht nga Brikena dhe t'i lërë gjërat jashtë, në qoftë se i pëlqen, okay, në qoftë se nuk i pëlqen mirupafshim, gjërat me zor nuk merren, sepse gjithë ai çun i cili ka treguar gjithë atë respekt për atë vajzë, gjithë atë kulturë ndaj asaj vajze, do të thënë ja ka dhënë gjithë atë kohë, i ka përtipur gjitha të gjëra brenda vetes, vetëm e vetëm që ta fiton atë gocën dhe kjo vajza mos të ketë një respekt dhe t'i dramatizon gjërat kaq shumë edhe në sy të banorëve të tjerë, që tani Mateo do me thënë ndeshet me 2 situata, ndeshet dhe me situatën e Brikenës, që është një situatë serioze, që ajo tjetra do me thënë është mërzitur dhe bën drama atje, por ndeshet edhe me situatën e banorëve brenda në shtëpinë e Big Brotherit, të cilët tani e përdorin këtë gjën dhe normalisht Mateo e ka si plumb pas shpine. Unë mendoj që vllau i madh nuk duhet të sjellën një zarf të zi, por edhe nëse sjellën zarf të zi, Mateo nuk është se i ka bërë gjë. Më thënë Brikena vetë qëndronte, vetë i pëlqente të jetë afër Mateo, se mos t'i pëlqente ja kishte thënë që në dhomën e gjumit. Kujdes, kaq ishte, mos më prek, të lutem shumë, po që se do ri të bëj muhabet, okay, po që se s'do, shiko punën tate. Ky është mendimi im në këtë situatë. Mendoj që Brikena është duke lozur me Mateo.